Prici I besimtarve Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: "Ji bujar, por mos u bëj shpërdorues. Ji I matur, por mos u bëj koprac." Me këtë thënie, Imam Aliu paqja qoftë mbi të na mëson se bujaria është vlerë, por nëse kthehet në shpërdorim, dëmton njeriu dhe të tjerët. Kujdesi dhe maturia janë të lavdërueshme, por nëse kthehen në kopraci, humbin vlerën morale. Dhe e vërteta dhe e drejta qëndrojnë në ekuilibër. Me këtë thënie Imam Aliu na fton drejt mençurisë dhe ruajtjes së ekuilibrit në sjellje dhe në menaxhimin e pasurisë. Allahu I madhëruar thotë: "Ata të cilët kur shpenzojnë nuk e teprojnë dhe as nuk kursejnë te imase, por janë të matur në mes të këtyre dyve." Sura Furqan, ajeti 67.